Ta kisha di që unë ata kanë qëllimin më mshu. Kur kisha dorë, ja kisha moni drum, ja një heker, ja një shikish, ja kisha shkirë me Mercedes me gjithë. Nëse na thirë gjykata, na do t'ju përgjigjemi me plumoj. Une, babën e tina, Sulejman Ramon, kum dalë me besë shqiptarit, me besë zotit, me dalë me bisedu me pi kafe, edhe në atë moment thëtë më shëni. Nuk arritët fare që të bisedoni me të, pas e keni dalë nga vetura, keni biseduar me të? Jo, unë kum dalë me bisedu me pi kafe, se më gjadonë. Ta kisha di që unë ata kanë qëllimin më mshu. Kur kisha dorë, ja kisha moni drum, ja një heker, ja një shikish, ja kisha shkirë me Mercedes me gjithë. I kisha shkirë se kisha lëmë më zulmu. Se kreti kisha shkirë se ta e ditë pa piknin nga të vogël janë. Edhe, po, tuke logarisë, unë jam një lider, 20 jetë, nuk kum dish me ronë grosken e tyne, të pa moralshme të cilët ata vetë janë asistet. Po me këtë gjua, me ndoni që nëse ju pretendani, Zotri Ademi, nëse ju pretendani se ata ju kanë provokuar, ata ju kanë sulmuar, pas taj thani që nuk dua të bi në të njëjtin nivel. Me këtë gju, në çfarë niveli po bini? Vetëm ja kom lënë drejtësisë. Organeve drejtësisë. Unë nuk mund të shkelim pi drejtësi. Keni dhënë deklarat në institucionet e drejtësisë, e sigurisë? Keni dhënë deklarat në institucionet kompetente? Kemi dhënë deklarat në institucionet e drejtësisë, në polici, presmi gjykata, qishta vendos gjykata, janë fakte të folin, jo dalë në shademi, unë jam jurist vetë me profesion, unë e di shka është drejtësia, unë kom votu ligjet e Republikës Kosovës, unë e di që nuk bën me shkumbi ligjen, edhe çka është më interesant, një fjalë vjen nga ta, thot nëse ju shkoni, nëse na thirr gjykata, na do t'ju përgjigjemi me pluma, i thash okej, në përgjigjemi me pluma, kjo le të jetë. Vetëm pak, thoni që jeni kërcënuar në këtë formë, kur ka ndodhur kjo gjë? Në këtë formë, ata tentojnë që mendojnë që unë e tërheqi lëndën nga gjykata. Kur ka ndodhur kjo, Zotri Ademi? Zotri Ademi, kur ka ndodhur kjo, pas ngjarjes dje apo kur ndodhe? Ky kërcënim. Pas ngjarjes ka ndodhur, sipas fjalëve të tyre që i rrjedhin, se fshati i kombinit 1300-400 banor, dhe vinë ndërmjetësues vazhdimisht për më na ndërmjetësu, i falenderojmë deri me tani, nuk po muj me thonë, po vinë 100 persona janë konë e otën time, në familjen teme, për më na e ulu gjakrat, fjala ime është kjo, publikisht. I kërkoj falje të gjithë komunitetit të Ashkari në Kosovë, edhe në fshatin Dubravë. Për këto shqetësime, sepse kjo ka ndodhur shumë diçka e rëndë, për shkak që unë, kur ka ardhur turma në atë moment, shtopi zgjedhur, për 70 vetëve, të cilët na i kemi pas më njëherë që të na konsulmu. Unë ju kum dalë përpara dhe kum thonë asnjë nuk u zon me vë. Nuk jam koni njeri që kam që me bë provokime, apo me bë belaje në fshatin tim ku jam i lindur. E ku mru komunitetin tim, familjen time. Dhe mu për atë kemi thirë policin. Policia nuk na ka përgjigjë një herë. Sepse vlla Migja i Qazim Ramonit, që ai nuk e thoi këto në televizion, e këm përsjell. Është atë në recepcion që i thirë me një herë policisë. S'na ka përgjigjë, ka thënë nuk dëgjohemi, kur e ka thirë qoza, neve s'na ka përgjigjë. Atëherë ka nërë policia. Mas i ka nërë tash policia, dhe na i kemi përgjigjë policisë, organeve të THS-is, sigurisht dhe prokurorit, tash presim edhe gjykatën, me fakte videon. Kur i mi ardhë na për rap prej policisë, e këm lutë hëtusin, i këm thonë po shkoj me votu se 10 minuta ashtu ato konë. Ju mërë ta alo kanë qenë para zyres, duke na provoku. Unë prapi kum neftë qytetarë të Kushtimrana, se nuk kum desh më orderi të një kasifytje mes bashkëbatarëve të mes, sepse unë jam lindë këtë fshat dhe dua ta mbroj këtë fshat.